Infektimi i fëmijëve në Gramsh është për shkak të vezës me salmonel. Burime pranë AKU-s bëjnë me dije se vezët e përdorura në kopshtin numër 1 në Gramsh kanë qenë të kontaminuara. Skandali i salmonelës në kopshtin e fëmijëve u identifikua rreth një javë më parë, ku disa fëmijë shfaqën simptoma të njëjta të sëmundjes duke nxitur dyshime tek mjekët të cilët kërkuan analiza. Mirëpo nga analizat e AKU-s, më parë rezultoi se mishi i pulës dhe qumshti ishin negativ. Analizat u kryen për 79 fëmijë në këtë kopësht, ku 17 prej tyre rezultuan pozitiv me virusin e rrezikshëm. Aktualisht gjendja shëndetësore e fëmijëve është e normalizuar. AKU ka marrë masën e pezullimit të aktivitetit të kopshtit numër 1 në qytetin e Gramshit deri në përfundim të gjitha analizave dhe marrjen e masave të nevojshme për dezinfektime. Ndërkohë, për këtë rast ka nisur një hetim nga prokuroria e Elbasanit. Në reagimin e saj, Bashkia e Gramshit sqaroi funksionimin e regjimit ushqimor në kopsht dhe shprehu kujdesin ndaj shëndetit të fëmijëve, ndërkohë që kërkoi zbardhjen e rrethanave nga institucionet përkatëse. Mirëpo prokurori i çështjes është as më shumë as më pak se sa vëllai i kryebashkiakut të Gramshit dhe nga rezultatet e para të hetimeve me Demek, ai tha se nuk kanë asnjë faj apo përgjegjësi institucionet shtetërore dhe se gjithçka ka rezultuar e pastër në analizat e ushqimeve. Me pak fjalë nga njëri skandal në tjetrin.